Në orët e hershme të së mërkurës, policia e Kosovës zhvilloi aksion në disa komuna të vendit, jug dhe veri të Mitrovicës, Leposavić, Vushtre e Skënderaj. Por çka dihet deri më tash rreth këtij aksioni? 16 persona të arrestuar e 21 lokacione të kontrolluara e sekuestrime. Policia e Kosovës tha se personat e arrestuar dyshohen për kryerje të veprave penale si detyrim, si dhe importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse. Gjatë këtij aksioni si dëshmi materiale janë sekuestruar 9 armë zjarri, 200 fishek, municione të ndryshme, 15 telefon mobil, 2 palë pranga, thik, tyta të armës, fatrolla për armë dhe një DVR. Ky aksion vjen pas hetimeve disa mujore. Policia e Kosovës tha se 13 persona janë ndaluar për 48 orë.